Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotrim, përshëndetje të dashur miq. Ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin, pikërisht këtu në kanalin Monitor TV. Jam këtu pranë jush për të ndarë lajmet edhe ngjarjet më të fundit. Dua të ndaloj pak të flas për Louis Ailin. Në të vërtet, nuk arrit do ta kuptoj pse është i gjithi ky inat dhe e gjitha kjo zili kundër drejt Luizit dhe pse njerëzit, disa nga njerëzit, kënaqen kaq shumë, në qoftë se Luizit i ndodh ndonjë gjë e paparashikuar. Se nuk do them gjë e keqe, se nuk është gjë e keqe ajo. Tani ju e dini shumë bukur që 2 net më parë Luizi, duke qenë një njeri shumë i sinqert edhe shumë transparent me publikun e tij, bëri një video ku tregoi që koncertin nuk e lejonte policia sepse kishte marrë masa që muzika duhet të ishte në 45 decibel, që nuk kupton 45 decibel është shumë pak për të mbajtur një mbrëmje. Njerëzit duan të argëtohen, njerëzit duan të kënaqen, por domethënë është një ligj i cili kishte ardhur në atë zonë nga institucionet kompetente që merren me këtë punë. Dhe Luizi me sinqeritetin e tij, me drejtsinë e tij, e foli si çështje, e komentoi si temë, një temë që në fakt ngriti shumë tema të tjera ku filluan domethënë të shkruan këto titujt të shëmtuar që Luizit i anulohet mbrëmja, që Luizit i dështon mbrëmja, që Luizi dështon në skenë, etj, domethënë tituj që vërtet janë jashtëzakonisht të shëmtuara. Mua më vjen shumë keq që domethënë përdorni terme dhe përdorni tituj të tilla vetëm e vetëm për ta shqetësuar dhe vetëm e vetëm për të ngritur alarme të cilat realisht nuk qëndrojnë. Fillimisht njëherë, Louis Ailit nuk i është anuluar dhe nuk i është ndaluar koncerti. Louis Aili vazhdon të jetë me koncerte, do vazhdon edhe në koncerte të tjera, që në fakt i ka koncerte fantastike, por për t'u anuluar nuk ka një gjë të tillë. Domethënë, është krejtësisht një lajm i rem dhe do ju kisha dashur që të mos të bini prej të këtyre lajmeve të reme. Luizi vazhdon të punon me një intensitet të lartë, ai po punon edhe këngë, po punon edhe projekte të reja, po punon edhe klipe, nuk ka faj Luizi që Luizin e duan dhe akoma pa nisur koncerti, domethënë ishte dëshmitar të vetë videos, e patë që ambienti ishte përplot, duke patur një konkurrencë të madhe me koncerte mbrëmje çdo natë nga artistët e tjerë. Kjo tregon që Luizi vazhdon të jetë fuqishëm në skenë. Luizi e kishte xhiruar komplet me kamerë të gjithë ambientin dhe vërtet dukeshte një ambient i stërmbushur. Që ta sqarojmë domethënë si muhabet, Luizi vazhdon të jetë me koncerte, do të jetë edhe këto ditë në plazhet shqiptare, atje ku ju do të keni fatin ta dëgjoni dhe ta jetoni Louis Ailin. Domethënë të gjithë lajmet që fliten për Luizin dhe që mundohen të nxjerrin keq Luizin janë lajme krejtësisht të rreme.